Në qytetin e Vallandovës në Maqedoninë e Veriut u hap festivali 30 ditë pranveror Hidreles, ceremonia e hapjes së manifestimit që është në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s u mbajt në fshatin Çalakle të Vallandovës, ku morën pjesë ambasadori turk në Shkup Fatih Ulusoy, nënkryetari i Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA Dr. Mahmut Çevik, ish presidenti i Maqedonisë së Veriut Gjorgje Ivanov, kryetari i komunës së Vallandovës Pero Konstantinov, deputet dhe politikan turq nga Maqedonia e Veriut, përfaqësues të organizatave të ndryshme nga Turqia, përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke në vend, si dhe banor të rajonit. Ambasadori Ulusoy përsolli përshëndetjet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe falenderoi të gjithë palët që kontribuan në organizimin e festivalit. Ai theksoi se ardhja e pranverës festohet me entuziazëm në shumë vende nga Anadoli në Ballkan, nga Kaukazi në lindjet e mesme dhe Azinë qendrore. Maqedonia e Veriut përmban çdo element të Ballkanit dhe është një shembull për Ballkanin dhe botën me kulturën e bashkëjetesës bashkësore mes komuniteteve. Nënkryetari i TIKA-s Dr. Mahmut Çevik tha se këto festime, të cilat filluan në vitin 1991 pas pavarësisë së Maqedonisë së Veriut, ofrojnë përfitime serioze në drejtim të forcimit të identitetit dhe rritjes së solidaritetit. Ortodoks Hristijan, Islam ve Ne do të vazhdojmë të mbështesim festivalin ndërkombëtar pranveror Hidreles, të cilën e kemi mbështetur vazhdimisht për 20 vitet e fundit, sepse këto festivale duhet dhe do të vazhdojnë si një aktivitet kuptim plotë që mëshiron detyrimin tonë për ekzistencë, unitet dhe solidaritet. Çevik tha se TIKA do të vazhdojë aktivitetet e saj për të mbrojtur trashëgiminë kulturore në Ballkan. Kryebashkiaku Konstantinov vuri në dukje gjithashtu se festivali nxjerr në pah kulturën, traditën dhe shkëlqimin e komunitetit vendas dhe theksoi se ai bashkon traditat shekullore të dy popujve miq, të Maqedonisë së Veriut dhe atë të Turqisë. Ky festival feston jetën, mirëpret pranverën dhe uron mirëqenie dhe shëndet të mirë për çdo person, shpreh ai. Kryetari i festivalit Şenol Tahir falenderoi Turqien për mbështetjen e saj ndaj kulturës së festivalit që ka vazhduar prej vitesh. Në festival performuan ansamble vallash popullore nga Turqia dhe vendet e Ballkanit, ndërsa interes tërhoqi edhe mundja tradicionale. Si pjesë e programit ku u shpërndan pllakata mirënjohje për individ dhe institucione që kontribuan në organizimin e festivalit, u vizitua ekspozita e ngritur në shkollën e fshatit. Festivali, i cili filloi dje në patronazhin e Ministrive të Kulturës dhe Turizmit të Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë dhe i mbështetur nga TIKA dhe Halkbank Shkup, si dhe shumë institucione dhe organizata të tjera, do të përfundojë më 7 maj. Festivali pranveror Hidreles u shënua në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s në vitin 2017 me iniciativën e përbashkët të Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut.